Kreu i Policisë së Shtetit Skënder Hita nuk është paraqitur këtë të mërkurë në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore, për të raportuar lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit të zgjedhjeve. Për të zhvilluar seancën dëgjimore në komision, është paraqitur një përfaqësues i Policisë së Shtetit dhe kjo ka acaruar opozitën, e cila është shprehur se nëse Hita nuk është i zotit të përballet në komision, të largohet nga detyra. Duhet ishte drejtori i përgjithshëm. Ne kemi patur 2 seanca të tjera të dëgjimore, një me prokurorinë e përgjithshme dhe një me SPAK-un, dhe kemi patur këtu përfaqësimin në nivelin më të lartë të 2 institucioneve kushtetuese. Qoftë prokurorin e përgjithshëm me një numër prokurorësh drejtues prokurorisë të rëndësishme dhe po kështu drejtuesin e prokurorisë së posaçme me prokuror të cilët janë të përfshirë në hetimin e krimeve zgjedhore. Kështu që këtu duhet ishte sot drejtori i përgjithshëm. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se parlamenti. Dhe sepse me sa di unë edhe radhës që shkoi përsëri nuk ishte drejtori i përgjithshëm. Në gjykimin tim nuk është e pranueshme as pak që drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit mos vinë në seancë dëgjimore me Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pyetja parë që bëra sa ula në tavolinë ishte që të na përcjellni siç ka ndodhur në rastin e SPAK-ut edhe në rastin e prokurorisë të na përcjellni në raportin e shkruar të ardhur nga Policia e Shtetit. Më thanë që nuk ka raport. Së dyti, ka ardhur prokurori i përgjithshëm me gjithë prokurorët e tjerë. Këto, nëse juve keni eksperiencën, nuk e vënë në dyshim. Të kishte ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe ju të ishit aty në krah. Duhet vinë krerët, nëse ai është i pa zoti që të përballet në një komision parlamentar, atëherë ta heqin ato të vijeni juve dhe hajdeni juve në emër të Policisë së Shtetit. Mëtej opozita kërkoi shtyrjen e komisionit, derisa Hita të paraqitet për të raportuar, pas diskutimeve nuk pati dakordësi mes palëve dhe mbledhja u shty për një moment të dytë.